Një moment i papritur ka ndodhur mbrëmjen e së njëjtës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, kur banori Gjesti u bë shkak për diskutime të shumta pas një deklarate që la të habitur publikun, shkruan gazeta Sinjali. Teksa po zhvilloi një bisedë në obor me Eglin, në praninë e disa mysafirëve nga Top Channel, Gjesti u dëgjua duke thënë: "Unë vetë kam bërë punën për të më goditur dikush." Kjo fjali u interpretua menjëherë si një aludim për incidentin e debatueshëm që ndodhi gjallë gjysmë finale së spektaklit, kur ish banori Jozi e goditi Gjestin me shuplak dhe e rrëzoi në tokë, në një moment që tronditi jo vetëm publikun, por edhe opinionin mediatik. Ngjarja e asaj nate u konsiderua si një nga episodet më të rënda të këtij sezoni të BBV, ndërsa reagimet në rrjetet sociale ishin të menjëhershme, me shumë kërkesa për ndëshkimin e Jozit dhe dënimin e dhunës në televizion. Deklarata e fundit e Gjestit po shihet nga disa si përpjekje për të reflektuar mbi atë ngjarje, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si relativizim të një akti dhune në një format që ndiqet nga mira shikues. Për momentin, produksioni i BBV 4 nuk ka bërë asnjë koment zyrtar në lidhje me këtë deklaratë, ndërsa pritet të shihet nëse kjo çështje do të rikthehet në fokus gjatë spektaklit të radhës live.